Të nderuar teleshikues, mirë se vini në një emision ekskluziv të redaksisë emisionit Pa Rrotlla. Pas një hulumtimi shumë të gjatë, ne kemi arritur që të kontaktojmë dhe të intervistojmë shumë dëshmitar të cilët janë të kyçur drejt për drejt në procesin e hetimeve që janë duke u zhvilluar ndaj grupit të Drenicës me në krye Samil Ushtakun, kryetarin e Kuvendit Komunal të Skënderajt, përndryshe ish komandantin e zonës operative të Drenicës dhe Suleman Selimit me shumë të tjerë, i cili në kohën e arrestimit të tij ka qenë duke kry postin e ambasadorit të Republikës të Kosovës në Republikën e Shqipërisë. Për shkak të një procesi shumë të rëndë që është duke u zhvilluar ndaj këtyre njerëzve, redaksia jonë ka pa të udhës për shkak të një interesi të jashtëzakonshëm të publikut për ta ditë vërtetën rreth këtij procesi gjyqësor, që ne të hulumtojmë dhe t'i kontaktojmë dëshmitarët që pjesa dërmuese e tyre tani më veç janë dëshmitar të mbrojtur. Cilat kanë qenë metodat që i ka përdorë prokuroria e Euleksit me rastin e marrjes në pyetje të këtyre dëshmitarëve? Çfarë mbrojtje dhe çfarë informacioni ju është ofruar atyre? A është e vërtetë se shumica prej këtyre dëshmitarëve janë marrë në pyetje në shtëpitë e tyre dhe jo në zyrat e prokurorisë të Euleksit? A është e vërtetë se këta dëshmitarë janë joshtë në forma të ndryshme nga hetuesit e Euleksit dhe prokuroria e Euleksit që të dëshmojnë në favor të Euleksit, në favor të atyre gjërave që randojnë drejt për drejt akuzat kundër grupit të Drenicës. Për gjitha këto, në vazhdim do të ndjeqni rrëfimet ekskluzive të këtyre dëshmitarëve, mirë po, pas sugjerimit të vetë Salustros, prokurorit ndërkombëtar të Euleksit, ne nuk kemi të drejtë që t'japim fytyrat dhe emrat e këtyre dëshmitarëve. Ju kërkojmë falje që do të ndiqni dëshmitë e tyre me fytyrat të mbuluara dhe me emra të koduar, por sidoqoftë rrëfimet e tyre janë ato që ata japin. Ju gjatë luftës keni qenë i plagosur. Ku jeni plagosur? Unë gjatë luftës jam plagu në Mitrovicë. Mu më ka marrë, para se mu plagu, më ka marrë në Kerr Ismet Haxha edhe me bashkëpunëtor e tij Ali Baba nga Mrboniqi i Mitrovicës, edhe ka qenë një tjetër Hamza i Baganicës, i cili tash nuk është gjallë. Unë kanë ardhur tek i rrim dhe më kanë thonë, a ka mundësi me ardhë në Kerr se po të lyp shtabi i përgjithshëm. Ju kom drejtu me pjallën po edhe jem hi në Kerr me ta. Mazë që jem hi në Kerr, e kanë marrë drejtimin e shtabit tamnik, nuk kanë dalu fare, dhe kanë marrë rrugën për Baganicë, shtab Baganicës. Gjatë rrugës, ka fendu Hamza dhe ka fillu me shajt, ku i shpioni i Serbisë me fjalë ofenduese, edhe në atë moment më ka ngritë edhe mu tensioni dhe i kom përgjigj me të njëjtë atë fjalë, unë nëse jam shpion 100 vjet, ti je që 9 vite. Edhe aty kem fillu ocarimin e fjalëve mes vetet, dhe në moment para se me mri në Baganicë, e ka nxjerr pistoletën nga brezi dhe ka qellu me plumb në kom. Po, me parën plumi nuk kanë zonë në kom timen, po ka shku zhag dhe në korrikën e mrapsh ku kam qenë ullën, është kthim përpjet plumbi dhe më ka kap këto. Dhe aty Hamza i ka bërtit Ismetit. Pse bone këto anë? Edhe aty jenë ka cafyt me zveti, Alia ka nxjerr do zavaj, pamuk, edhe ma ka shtërmu kamën mos më dirë gjak. Kur kanë shku të shtabi në Baganicë, aty ka qenë shtëpia e komandantit Izetullah Dibranit, i cili ishte në atë kohë të punu me mu një agencian turistik për qitë jashtë shteti njerëzve. Edhe Selim Mecini, kemi qenë bashkë të punu. Të ditë pasoja që qa di unë për ta,
nuk pranue që unë të nalë në Vaganicë, po e ka unë shoqëru në Prekaz. Dhe në Prekaz kemi shkue në makinë, unë mon nuk kam full me ta fare, ata me zveti kanë fillu më ngrirë, edhe në Prekaz kanë dalu. Ka dalë komandanti i Prekazit, që emri tani nuk më kujtuat se që ka posë, jenë marrë vesh se kështu pse keni plagu se unë e një gjasi familje. Aty jenë shajt në mezveti dhe ka hanë që në Likovcë. Momentin që është nisë për atujt, ma kanë bo një kontrol në gjepave, se kanë mjetë pa naft, edhe në gjep i kun pas 8.000 mark të utarve, edhe dokumentacionin tim personal. Mi ka marrë të gjitha Ismeti. Edhe aty kena filluar rrugës për Likovcë, edhe në Likovcë kur kam shku, unë kanë nalë, kanë pytë se ku janë komandantat, se këm ditë atër për kanë buat fjallë, edhe unë kom pas dhimë të mdhaja në ato momente. Aty ka ardhë një ushtar të kjeri, më ka për krahi, edhe ka mendu që unë, a i s'ka di që unë jam i plagum. Në moment ka dalë Avni Zabeli. Avni Zabeli ne kom njoft para lufte dhe më kanë njoft para lufte. Edhe më kanë kapë, më kanë quen një dhumë për krahi, aty kanë fillu ka vetë Avnia me qëfar preteksti e ke plagu. Aty ka përgjigjë kër e kom dëgju unë që e kom plague se ka dasht, në ka dalë për i kjeri me ikë. Unë një më thim dhe të një të fjallë, aty më ka arë me folë, më thonë, së është e vërtet, por rranë, se ti unë ke plagu në kjerë, urnash kërë në kjerën, ku është i shpun dhe ku i më plagu. Atëherë, mu më kanë lanë për një moment vetën. Avnia është këthim mas një 20 minutave edhe më ka thonë, e kemë shokën të në këtu për Samim. Pa ordhaj, së mundë me bo kurgjë me mundë zemë. Aty nuk ka të qëndruhe. Vështë ty do më thonë, nuk e ke po Samin vetëm me fjallë të Avnis. Të Avnis, po. Edhe në atë moment, kam fillu dhimt, ka thonë nuk ke mundësi me të një muë se se kemë doktorën këtu, kështë e qenë gradisë doktorë, për momentin. Mas një periudhë, një orë, 2 orë ashtu, kër më kanë marrë në pyetje, e di që më kanë marrë në pyetje aty, po nuk e di kanë qenë tre veta se kush ka qenë saksisht. Gjatë marrës në pyetje në Likovcë, po themi, ose ka qenë bised informative, ose po, pyetje si thush, po, të kanë maltretu? Jo. Ndonjëri prej hetuzve, ose ata që të kanë rratë, kanë maltretu dishka? Asnjëherë. Atë ko vetëm ka hanë me kalzu drejt realitet, se ne kemi informacion që i ke i kusri qërimtarët Kosovës edhe për ata i plagum. Edhe e kom hanë a bon me ditë se ku jam. Edhe më kanë drejtu që ti i në Likovcë shtap Drenicës. Mirë, u përmen në këtë rast emri i Sami Lushtakut. Ti ndonjëherë të ka morë në pyetje Sami Lushtakut, ka rrejt, ka maltretu? Sami unë ka marrë në pyetje informative atë ditë dhe asum ka rre, asum ka maltretu, edhe është befasona, ka thonë se kjo familje nuk mund të jetë ashtu që e kanë prunë me ato fjallë, bashkëpunëtore i Udbes. Po, unë i kam thonë Sami, ndëgjo, unë kam punuar me Ejtullah Dibranin, i cili më ka pru qëto, edhe me Selim Mecinin, një agjencion turistik i cilin parin për me kalu jashtë Mitrovice e këna pas shkov në Ratko Antjavicin, i cilin e këna pagu 200 euro për person. Kjo është aja që unë jam qëtjo. Dhe më thonë thjesht ke pos biznes me një shka, po në asë një mënyrë formë bashkëpunimet me ta. Asë një mënyrë. Edhe i kam drejtu, nëse vërtetuat saksisht që unë kam dorë në poplin tim për shpionazh, ti nuk i as komandant as kur gjë që së mbret këtu. Po jo, me thashe theme. Edhe është rënë të akart, Samiu,
Dhe i ka dhënë urdhën se ka shku, ku ka shku në detyrat veta, nuk e di, që ky person nuk gëzon me met kështu, po duhet më shëru, me i pruve, me apru mjekun, me kontrollue çka ka në kom. Edhe më zguzon me gjak dherë. Sa mjeku ka shku, të tjerët nuk e di kush kanë fillu me mu me masish, po maltratimin ndaj meje nuk më pas. Ata s'kanë maltratu ndaj meje, s'ka pas maltratime. Kështu që unë jem nalë ma tutje për trajtim shërim spital. Po kalojmë të 2004. Po. A mundesh me më thonë 1, 2, 3, 4 sa herë kanë marrë në pyetje që ty të kujtohet? 2001 një herë. Në 2001 dy herë në 2001. Okej. Se në 2001 më kanë marrë një herë aty, edhe mas të 4 muajve më kanë marrë në Mitrovic, ku është stacioni regional qitash në katin e dytë. Të sollën avokat? Jo, as që kanë thonë, atë që kanë tim procedurë, atë që duhet, atë që s'duhet. Mirë. Ta dhanë në fund të protokollin, raportin, se çka ke deklaru? Jo. Ta përkthy në Shqip? Jo. As nuk e ke nënshkru në fund? Jo, në 2004 s'kam nënshkru. Okej. Sepse çdo protokoll i pa nënshkruar nuk ka kur farë vlere. Jo, se kanë ngel me shku edhe të nesërmen. Po nuk kanë arë me marë. Po procesi 2004-s është gjetë të Salustra i pa nënshkruar është. I 2004-s. Okej. Edhe kom pa me sy dhe kom lexu vetë, që e ka përkthy Alberta. Ma ka përkthy çka kom thonë 2004. Mbos asane çka kom thonë 2004, nuk ka lëviz intervjia e ime për arsye se kishte ngel pa plotësuar tamam. Sa ata kishin pas ndërmend qysh kom dëgjuar me pas drejt për drejt çështje në tribunal. Tani 2004-ën të kanë marrë një herë në Mitrovic në pyetje, masanej të kanë marrë më? Jo. 2 herë të kanë marrë në fakt në Mitrovic. Po. Edhe më nuk të kanë marrë. Kur pason pyetja për herë të tretë në cilën vet? 2008. 2008. Ku të marrën edhe kush të morri? Mu ka marrë një polic që punonte për nxyrën e Salustrës, po gjithmonë rregullisht ka ardhur ai me një përkthyese ja përmisoj ke zonat. Kësone, jes duhet kështu po kështu, jo kështu po kështu, se aja më përkthejke, për shembull, e përkthejke qysh sa isha unë, edhe ai ndërhyke, jo qysh po thot ai, me përkthy, po përkthy, do të me përkthy me konë qyshtu. Kështu, edhe ja u rretiru me më thonë, mu se i kom ndërhy Dionës. Dionës është diçka nuk është në rregull, se po prish, po shkaravit, mas përfundimit deklaratës teme. Jo, po qartë të duhet me rregullu se lidhen fjalët i kom përkthy keq, janë e jo knena. Ja kanë beshtruar deklaratën dhe Salustra, kur ka marrë deklaratën e 7, ka qenë vetëm Salustra edhe Alberto. Pa përkthyes? Pa përkthyes. I cili ka përkthy Alberto. I cili e njeh boka shumë gjuhën. Asnjëherë s'ta ka dhënë protokollin me lexim? Asnjëherë. Edhe këmë kërku gjithmonë. Ka dhëmë fund, edhe pardje ka qenë kjo, kur kënë ardhur Mitrovic për ngritje të akuzës, kem qenë ftum të tonë, aty ka thonë Salustra që i vetëmi kjo duhet me konë pranë meje. Edhe kjo nuk bon më këthy, për këthy që më ka thonë ti duhet me metë në dhomat izolimit në fushë Kosovë. Pra po kthejmë të pyetja, edhe e herën e fundit kur të ka marrë Alberto, kanë qenë së bashku me Salustra. Po, me Salustra. Asnjëherë s'kanë përmend që duhet të kesh avokat? Jo, as që e kanë përmend, as kanë që duhet. Mirë, e kur kanë fillu me t'josh prokuroria e Euleksit, sepse kam shumë dëshmitarë të cilët i kanë marrë në pyetje, që i kanë josh me pare, kanë thonë na ju mbrojmë, na ju çojmë për jashta, na ju sigurojmë fal. Më kallëzot që kjo është detaj shumë interesant. Po është interesant, po unë i kom pas 2 raste tilla. Një pasneshme, po me vite ndryshme. Në rregull. Vitin e parë, domethënë herën e parë kur më kanë thonë, ka qenë 2010. Më kanë propozu 2010. Edhe më kanë që duhet është rregull me të pyet, se a don as don është prapë jutja.
po jo një ashtë, që të kushte i ki, me shkue ku dush ti, me këtë familjen, vetën, do me nejtë Kosovë, dikun në qytet tjetër, ku dush ti, po nuk kem guxim me të lanë të lirë. Ne kem do mësdashme me të largu. E kom më hu një gjatë tillë, kategorisht nuk kam pranu, se i kam thonë, nuk kam arsye se unë, me këtë që për thuti, unë pas në bo diçka pa rregull në këto delikata, e pas në ngarku dikan që më po dush na me ikë. Dhe ndër ato është dalë që te ke grupi i Drenisë që pe quajnë ata, pikërisht për Samin, anë ti duhet me thonë që Samia të ka rrejnë ndikot, është ka qenë përgjithësi gjitha gjonave ndikot, kanë rrejnë njerëz ndikot, edhe më kanë thonë, kanë një kepo ndikot, thuj po kë ka qenë, kë, mi kam pru një listë, emnash, që s'mu kuaj këtua, përveç Samiut edhe Sahitit, që ta qaj kom gjoftë edhe jetës përdeshme që i kom posë komunë, ka qenë një numër i madhe e emnave, po e unë ta nuk e njëpë, këta emna. Edhe më kanë thonë që, kur të thush si ky ka qenë, në likopt, do të mi bashkan gjitë edhe në deklarat tjetër që ky ka qenë ka maltratu njerëz në likopt në burg. Edhe të e konë burg atë. Në vizatim i burgët, që e qujnë ata, që ma kanë pru për poran, a është që kë, unë i thonë, se nuk e dija ka qenë burg, a si pe qunë jo burg, unë se quj burg, se unë kam qenë më shëru. Më kanë mojtë aty, po a ka qenë dhëm e mbojtjes, a dhëm izolime që pe qunë jo, burg nuk ka qenë. Ata më kanë kresnu se ti pe bishtënan dë vërtetën, se ky ka qenë burg, që ky ku është, që ky vizatim të kalzana të qenë në dhëm ka qenë. Thash, unë ky vizatim mu nuk më përshtatët se si s'po më kujtohet që këto vizatimet ti mori kështu. Mirë, po thumë kanë kërcnu në qëfar forme? Të kanë kërcnu, kanë bërtit? Po, kanë fillu më qunë kam me azim se s'po kalzon të vërtetën, se ti e din që ti ne kemi dhona se i vetë mi dëshmitar ke dalë për atuj. Kur këta jënë ngrit ty edhe të kanë kërcnu, kanë fillu me bërtit, keni mrana vetës friga, je frigësu? Ja kom një vetën dhe qysh se të fymë në ta pëse kë tash më bën edhe presion, se unë nuk kam shku me dhunë. Unë kam mendu që do të kalzohet e vërteta, për në fjalla bjen për Ismet Haxhen, ajo që të fajtësohen njerëz që s'm kanë bëmu kërgjë. Mirë, këta krejt qëllimin poentën e kishën të Sami Lushtaku. Të Sami Lushtaku. Unë e kisha poentën të Ismeti, ata të Samiu. Prap në pyetje kur të kanë morë Salustra me këte, ku të kanë morë në pyetje Alberto dhe Salustra? Në Prishtinë? Në Prishtinë zyrët e ty në rregullisht, në zyrët e tine. Në kotën e tretë. Kotën e tretë, ku është edhe policia e Kosovës. Po, e vishin të mershin në shpe? Rregullisht më kanë marë, 2 herët e fundit kam shku vetë. S'kam dash për shkak të për hir fshatit, s'kam dash milion me orë, kam shku vetë. Dhe me shkurje kanë dalë me marë në rrugë kryesore ku është që i futet për zyre të tyne, aty më dalë më kanë marë rregullisht. Në 2010-ën ta kanë bo propozimin e parë me shku për jashta. Po. Atë kujtuat kush ta ka bo këtë propozim? Polic, ta prokuror, ta kush? Jo, unë nuk e di se çfarë roli ka ai. A ka qenë Salustra? Jo. A ka qenë Salustra ka thonë, jo, Salustra i ka thirrë, ka ftu, se ka thonë ne nuk bëjmë pjesë në atë sektor. Është sektor për mbrojtjen e viktimave të luftës i veçantë. Edhe për mbrojtjen e dëshmitarëve. E dëshmitarëve, po. Rregull. Që ndër ata jem gjashtë, kena qenë herën e poshtë, që ka thonë Alberti një gjashtë. Edhe unë kam qenë i fundit. Për mbrojtjet, si mbrojtje viktime me më quë. Edhe ti nuk pranove. A të thanë do një vend ku po do me shku, a thanë ti vetë propoza? Jo, më kanë thonë vetë propoza. Nuk e kem problemin me quë, po e kem problemin me miratu që atë punë tonën që po të kërkojmë në aty me shkua jashtë. 2010-ën. Tani, hera e fundit, kur të kanë propozu, faktikisht për momentin ata të konsiderojnë ty dëshmitar të mbrojtur, është ashtu? Po. Dëshmitar të mbrojtur. Kur janë bërë këto biseda, kur të kanë thotë që ti e dëshmitar i mbrojtur? Dëshmitar i mbrojtur
muj, i ka kështu, apërsisht i ka 6 muj. 6 muj. 6 muj. Kush ta propozoi këtë që ti Salustra. Po. Edhe më në fond Alberto dhe më kanë thënë një sektor i cili është për krime të rana. Aty më kanë lënë me pritë dhe ka ardhur një prokuror i qasoj lamije për viktima që të dyën, edhe ka bisedu ma gjënsisht me mu, ka thonë Salustra që a flasë më në ti nuk bën me ditë. Nëse ti thu Salustra që unë kam bisedu më byti për qëta, unë prish punë mu edhe vetës. Kështu që nuk bën me ditë kërkosh veçën e ti, ku dhe më shku ti, çfarë kushtet ti afrojon, tjetër kusht bën me ditë. E kë kishte përkthys kë polici? Jo, edhe ai folke shqip. Shqip folke? Po. A i shqiptar a ndërkombëtar? Ja, ndërkombëtar ka qenë. Më dike që se folke posër, po, mas 3 herë ka qenë përkthyse që është vendos përfundimisht ky duhet me shku. Me mu. A mund e kishe idenë për cilët shtet mu i keme konë ky kishë ndonjë uniform? Jo, ka qenë civil. Trenirka ka qenë. Nuk ka qenë një burr i moqëm, i rrunë kreje komplet. E kur edhe u vendos se ti do të shkojsh jashtë? Po, pa tjetër. A i ka thonë që ky nuk guxon më prej ditët sotit as shpej me shku. Ky duhet më nol këtu. Ku vendos me të qu? A vendosën në ta ven apo së të kalzun? Jo, së më kalzun. Vështan që duhet me shku, me familje, me krejt? Me familje, me krejt. Edhe vllozë, edhe pare pes. E këm thonë që e kam një qikë të martuar në Kroaci, kanë pëte edhe ata e marrën. Edhe me aja ka ngel, kështu me thonë drejten, gjoj që unë po i vanoj këto gjona që nuk po mëj më mëranë kontakt hala mirë me qikë me bisedu gjënësisht për presiken me orë. Se ata kanë pas me më largu nga Kosova dje e dile. Në ora 3:15. Unë telefonat i kam blut për shkak se thoj qeshti, edhe kom pas frikë dhe në shpej me najtë, se në 8 orën me nxes sot, kena pas me shku me në shku, ato që i këna thonë për ngritit aktakuzit Mërkurën. Edhe me nënshkru akt vendimin që ti donë me shku jashtë? Po, edhe ato me dhonë ato për samin me ngarku. Për me ngrit aktakuz, o do ke me nënshkru unë. Protokollet? Po që ka në qajnë atu. Deklarata këtu, që në krejt pa nënshkrume. A i më ka thonë, më ka drejtu me këto fjallë djenë në orën 3. Nëse të dështoj me ty, unë nuk kam qalypit prokuror në Kosovë. Unë dhëtë me kap kuferin e me ikë në vend të emin, po asatje mos kam qka bëjmë, qka punaj. Salustra të ka thonë? Se do më thonë është dështem mas Fatmir Limes, është dështem i radhës? Dështem mas dështem i radhës, edhe këq jamon. Se kam problem ata tjertë. Problem me ty që s'po me ranë në takuart, as njëherë. S'po do me shku jashtë, s'po do me nejtë të në më dhomat të izolimit, s'po do me t'i morë familje, me gjithë se në këmë thonë ka kundërshtur nusja, nuk me jebë me zërë me morë. A një le nusë nëse kod vetë, edhe është e garantume që se nusin ata, hajde vetën, me rëve qatë qikin atje në Kroacia dhe hajde. Unë i kam pretendu që unë pa marë qika, nuk marë vendim. Po kër e mora vesh, mirë detale, se qa kanë shkru, dhe nuk është deklarate jamja, ja? Unë nuk kom hizetu me kundërshtu e për të tha me pasreti, edhe kjo do t'jetë, shtyte ma teme se sonzat kanë me fillu, unë e di fort mirë që du të me qenë aty, po në fillimin e sonzave ka me qenë dhe ma agresiv ndaj tine. Se ndaj tije s'po me qenë agresiv, se s'kam kur gjë, që me qenë agresiv ndaj tije, me ta kam. Se më kujtuën gjonat edhe atine, edhe e ko që më thonë mu në prezencë. Qka për shambull, qa të kujtuat ty që të kalon për shtypjen ma të keqe? Ma të keqe në më kalon për shtypje që ka thonë që unë kam deklaru për Samijun që mu më ka maltretu Samija, regullisht më ka rrej, Samija, edhe mas lufte mu ka kresnue, s'këm guzu për tine me do intervista, e së gjonë ato si këm përdorën. Asë njëherë nuk jenë dalë për guves teme. Ato i kanë plecu vetë me atë Albertën. Unë e këm kërkue, fjallë, qa këm thonë për Ismet Hoxhën, edhe për ta thëmë, ndoshta është kabimi jemi, personal, po i këm thonë, unë për
Ismetin nuk hezitoj me kallëzu të vërtetën. Tani është një diçka interesant, do me thonë, shumë në kundërthonje njëra me tjetrën nga ona e prokurorit. Prokurori pretendon se juve Sami Lushtaku ju ka kërcnu, ju ka rrejgjat luftës, ju ka kërcnu mbas luftës, mos me dho deklarata. Ndërkohë që ju keni dhënë deklarata 2000 nishën, keni dhënë 100 deklarata. A i këtë regu sa lustrës se me pasdasht Sami Lushtaku, se kush do qoftë 100 herë të këshin vra dhe mas luftës? Po, ata po të thamë, si më ka kresnu, ti du të me nejtë me ne, se ne dim që Samia është përgatitin e vrasjes tonë. Po a nuk të pëjbon ata, se e din që jem mbrapa teje, edhe i bosh herveti, kështu më ka thonë. Dhe me ata po të mbrojnë mës me të vrasë Samia? Unë me të kallëzu tash që kam qenë edhe një herë këtu, këtë ben, kështu kur kanë qenë prezent u Leksi, me mu i norë me morë me dhunë, nuk kom pranu më shku në Prishtinë, edhe i më thonë, nëse dëni, më nalë, qa keni, nalëm qëtu pëtni. Edhe kena pi kafe, edhe aty më ka pyet, po ka qenë përkthys një djalë, i cili e kësha po për herë të parë, se shënjoft, edhe i këmë drejtu më thonë, ti nuk është dash me arë kur në ke din rastin tem, edhe s'kam besim të ti. Ku është Diana? Rej, i cili është polic, Gjerman, a ka menu me telefonit. Ka qenë aty, me një suedez, policë dhaj, edhe një tjetër, po ato se kun po hera por ka qenë dhaj, janë ardhur të shtëpia, mas pari kanë qu për këthyset, edhe ka qenë një kry prokurore Ana Amin, që është në Mitrovicë. Edhe aja ka qenë me neve, po momentin që ka fillu këtu mu asaru gjendjen, aja ka dhonë urdhë mu qo. Mos me fillu mo biseda. Se këj ko ka shit. Për ty thëshën ko ka shit? Ko ka shit, se me realiteti është ndryshe, këj e bishtan deklaratat e veta. Mirë, po këthejmë edhe të një detaj shumë interesant. Dhe me thonë, policët e Uleksit, hetust, apo sa lustra me Alberton të kanë thonë që Sami Lushtaku e dim që po përgaditet me të vra, po s'po guxon për njëve? Jo, ka qenë policë që punon në sektorin e sa lustrës e të Albertës. Gjithmonë i kanë dy policat. Se unë shkojnë Skënderaj rregullisht. Dhe kam nejtë në fshat temin me Samiun, gjatë votimin kur kanë qenë. Edhe në Skënderaj, ku takojnë në rrugë ma që dorën, unë nuk kam një dyshim ndaj tine që ka asa gjana shpendetime ndaj me më mba. Se ka i keni e këto informacione, unë nuk e di. Ti ka thonë e den, po pe më hanë. Po i frigohesh, që me më po ki frik, jo veç ti, si e ti që ki veç frik, po e tërë komunë në Skënderaj është nër ethet e tine, nër frikën e tine. Po të thonë me pasër ti, se Samin unë e respektaj që ka qenë komandant i luftës, gjitha ato, halali qoftë, po unë nuk kam pse me mendu keq për ta. Unë kam qenë në Likavës, s'u kam maltratu, unë ka trajtu si... Po edhe djetë edhe diçka që ti ke familjar të vranë në luftë, se bej pa... Kam meq, kam tapër të mitë shumë, bile meq jenë 5 të vranë të vëllajt, mes të vëllajt, bashkë jenë 5 të klinës jenë të vrajnë, me cent të klinës jenë vratë 5, edhe ndër ato ka pas e vlloj vetë, vlloj janë pasoja pej qyne gjanave, që është i vdekun sëtë. Po të me thonë, unë nuk më pas, edhe nuk kam, edhe asë një herë që më ka shku mendja, që unë Samia ka në dojtë keqen ndaj me, apo në dojtë tine. Mirë, krejt në fond, e kam edhe një pyetje tani, që se kiti me thonë, diçka urna, thoj para se... Po më ronë dërmen që ata kanë insistu, kanë pas presion për tyne vetëm me pranu në seancë me thonë që unë jam maj që kam qenë burg Likupcit, unë jam qaj që jam maltratu burg Likupcit për Samia, edhe ka qenë burg për mbi 3-4 veta. Kjo ka qenë edhe me këte kanë dash me mbyll aktakuzën për me ranun këta. Mirë, tani cila është arsyeja që më ke kontaktu edhe ke dasht me full para televizionit? Unë arsyën e kumë pa se
dita ditës po shkon të ngushtu puna e ime, edhe mos kum pas besim se mu taku me ta. S'kum pas besim mu taku, se am lirojnë mo, asu më lirojnë, mo besimi a ka një hupën të tali humbur, se shtrëmbimi deklaratën ka që dete aja me mendu thellë, pse e bujnë ata këto? Pse më thujnë më nalë në domën të izolimit, kur nësë kesha pse më nalë? Kjo, ka që thuje të vetë vrasja. Edhe për ta thëmë 90% të vetë vrasja. Pse? Se më ka shkue, më ka që të aja që mu kanë largue fshati më spori. Qikat e mija më kanë boba është e vërtet që i ki punë të gjona, që i kanë fakultet. Edhe çdo herë, disa herë ka ardhë e manqinume të kojtë, ka onë bo kumni për ty qështu. Gjona që i kanë full gjona, se ka një qështu popullota, e këj paska në e parë interesit shumë ma që eshtu një samin. Se hollë nuk i kanë pas gjonat për porën syrë për të tregoj ti me ditë realitetin. Unë këtë tash po flasë se s'ma mërmenja dikuj që jenë krysi kjo e vërteta o qysh po thamë mund, e ju qysh e ka një për porën ata. Popullote komplet Skënderoja, po pa dalim fshatja në kënine. Unë kam fshat tem që tu që 80% e fshatit së më full për qëtë arsyk. Edhe nuk moj notin ndaj asoj se edhe ndoshta kisha vepru sikur ai që po vepron ndaj meje pra qësoj fërsi shkoku. Unë po ta thanë, unë kam kërku mu sharue, ploga jam me Ismet Hoxhen, që e thamë me plot përgjithësi edhe e kërkoj edhe tash, me Ismet Hoxhen. Me grupin e Drenicës, e thamë me plot përgjithësi të plus së dhe 1000 vjetë, edhe përpora sa kum pas pare fest, në qëtë që jëmë litje më rritë, mesa me lushtokën me grupin komplet Drenicës pëquj, që pëqujnë ata, që unë të keqe me ta s'kam, as kum full. Jo në kanë sjellë. Ha? Në kanë sjellë. Kush të ka sjellë? Policë e tyne. Të ndërkombëtarët? Ndërkombëtarët. Ku të kanë sjellë? Në komve. Kur të kanë morë në pyetje? Po se kum prënë shumë në dirgrat më ka i komve. Po që kjo 2007-ën që të kanë në ra, pse të kanë në ra? Se më ka hanë ty të ka plagu Samia. Me urdhën Sami si i plagu. Ata theshin mu të nëshuj deklaracën të i e plague prej urdhët Samis. Që Samia as nuk ka ditë fare për rastin tem të arrestimit Mitrovic. E kam vërtetu si rast, ka tërguhet drejt, Samia, që deri kanë thonë një tërnofcit Mitrovic, se në atë kohë këmë rejnë gjabarë. Kur njët s'ka menu që del të vëllavi Isës, e i Hasanit, e ty si Ferat këm njëft, që del me orë për kësë gjanë është likat. Kur të këmë po, jëmë hinë dhe i për gjallë. Le me ndryshojmë më bodi që. Mirë, qëta dë që të kanë thonë, kanë qenë 2 policë të Unmiku, 2007. Pa prezencë, 2007. Pa prezencë atër s'ka qenë salusra. Në prezencë me neve. Atë kujtohet për cilët shtetë jënë ko këta 2 Jo, picën? pasha zëvët. Dhe tash me po emrat të tynë në protokoll, ka me të kujtu. Po, emrat e ftyrat e së dhe 1000 vjetë jare ftyrat e edhe të kanë ra shkelëm në Po, kam. Allah, në zakomës. Që i kumë piskot ka gjashëm. Se më ka ro pa pritmas. Rap, kështu të qysh. Ti asë njëherë s'ke qeni burgosur në burg në Likovc, as nuk e di që ka posë burg. Ja. Mirë, do më ta bon një pytje, po shifet si në gjendje shumë tronë shëndetësore. Po, jam gjendje, ma anë ku më shkuma të suj me najtë në kom. Unë jam i në Valetën e pranoj. Kur jenë nordë këta teoleksit me të morë ty në pytje, a e ke ditë që po të morë në pytje, a veç kanë thonë hajtë po folëm? Jo, veç kanë thonë hajtë po folëm, edhe një më kanë vetë. Kanë thonë të shërojnë atë qojnë të mjek e Amerikanëve, Bonsilla, Po. Qojnë, kene të do penzion, unë e këmë më kërkunë së më ka rej. A edhe i ka thonë, që edhe kene i digjohet atë të shmitartë, si i kanë thonë më shku që ka duke te. Po, do të me shku, më la e mu më duke, në ta e më budok. Ju më smu, ju më budollaku, tash më së një kusur, ju më budollaku a i ka mujtë me shku që ka duke. A ato si janë të vërteta.
Tani kur erdhën këtu në sens këna di që ato veç kur jenën ato mrena, tha na jena Olekse. Thash për çka Olekse? Tha duna me marr për babën pyetje. Thash për çka? Thash se baba në gjendje shumë tron. Jo, tha na çështë, tha na e kena punën. Thash ja nuk ban, thash e punën. Edhe ja nishin pak e veçën babën që ato shkrushin. Thash mos e pyetni babën, thash se baba është shumë gjendje tron. Thash mos shkruni pa lidhje, thash se nuk ban. Se kjo është tepër smut. Ti ke thonë për kthyses? Po për kthyses që kum thonë. Tha jo, tha do të më bë dëshmitare krejt. Ata mjekët i kanë thonë mos më fol shumë babës. Këta më nëshin me çu njërin në smut, gjendje tepër tron, më çu më janë nxjerr llafët kit. Ai njëri smut si ko solëm, ai s'di qa fol, se mjekët e kanë përkru mas pare, se s'di qa fol. Kjo apet ata veç, unë ja bajsha mos e vete, se du të mja bo qatë të ky njëri smut, du të mja bo në rafsh. Aja për këthysja thë kjo jo, këta po kanë qefë qështu, po thash nuk pan, thash se kjo është shumë smut. Do më thonë për këthysja thëjke që do të me full si mas qefit e Oleksit? Po. Nuk i kisha la me hinë brenda, as nuk i kisha la me morë babën pyetje, se u smut. Na nuk e kena ditë sem për kur gjoja në ardhë, ata vish na kanë bërë njëve, se baba ka smut edhe para 20 vjetë, ka pas kallë jeture, thash kë nuk di qa full. Edhe na kur qa se kena ditë, ata pëqin babën, unë i thish ashtë që babën nuk e ka ngu cirkusht, po kjo është njëri smut, i ka hubë vedia, janë dokumentat, janë mjekë që është. Jo, thë i kena qështu, me pas ditë si vinë, për me marë babën pyetje qështu na nuk i kishëm la mrena. As nuk janë me avokat, as me kurgjohiq, bi që shinor dhe ata shkele shka. Qa i thëshin Po, babës? thanin jo, tha do të me full, tha din drejti, tha se na kena me të ndihmue, me që jashte, me qërue, që si sen, shë atini më nëshin me mashtru boba, po, boba nuk dike dhe mirë që në falke. E thesh na e që jashte, kina me que, me të ndihmue, na kurgjohës këna ditë për ta. A je konë në herë në burë Klikovcet? Atë kanë arrestu në herë, atë kanë rej, atë kanë maltretu? Jo. Për ushtari më kom lypë gjithë. Jo e kom kryje këtë gjosh nështë, unë e lypi si që për shteton, e lypi drejtën tem për veteran të luftës. E kom lypë gjithë mërë. Në që se të hujt vinë, do të me të thoma spori, i në ardhë me të morë në pytje, ki drejt me pos avokat, apo do me pos avokat, atë kanë kalëzu që të drejt ato? Illa, lasëm kanë. Jash në thatë ka unë shkush, qa ke pos, unë i kalëzoha, thash unë jëmë konë luft, unë jëmë dollë, qësh janë një, sa që të kalëzoha ty, qësh jëmë dollë për prekazë, qësh e kumë lypë, kretë që tu e jau kalëzoha, i rodhen kretë, mos bon gjonë. A ke pas ngu që e pej kuj, thash pej kërkujna. Pej kërkuj ngu që e s'kum pas, as jek, as kërqo. E që shtu me ta, e kem kry edhe e këpotën, si shkurt e kanë këpot. Ma gatë se kanë qu, mo kosht të më ka konë dhjerë. Me që ato e kanë këpot, po kjo kon ka gja mati që më kanë vetë. Po, ka gja mati për... Mati më kanë vetë, po valoj që atëherë mo korë. Po e lekë që tu në i thëmë kështu. Bëllë kem jekë për Serbije, e nërtë në lera hatë se tonë një vlo Kosovo. Tonë njoni tjetërin e kem brojt, e për njoni tjetërin kem luftue, mi pështu njoni tjetërin, se bëllë nga kam ju të shkohë. Qërën këta sy më ka qarrua, të kaftuar më ka vytë. E më ka qarrua. Ty dosht me ta shti kryt në kaftar? Pasha zote që tu që për flagve, du të lidhë për masë qështu, e për flagve ja ka qelë derën kaftuarit, i u kumpiskat aty, ma ka lyje me gungë në shpinjin këtu, më ka lëshu e mos këmë ditë me jetë. Më ka në qërë Serbia. Pse ju më kapë gjithë me ta për punë të vlazë një lako të të Kosovë qëtu. Lëmë që më shku e din, ka tonë e din, o brinja krejtë. Apo do këty që e Oleksi këto ashtë të punu mora mrapsht me qëto sene? Me qëto sene nuk pun pilqeheqë. Pra kuja kanë bo,
a i në të fletë. A për me i kap gjinën mas fjallëve të halkut, nuk e imtoj kërkan. Qale falenderit shumë s'kam najt vetë në kur Qito. Shumë falenderit. Qito fjallë i ki në gjyq, i ki në leks, i ki këtë zonë. Ty të kanë marrë gjatë luftës njëherë në pyetje në shtab në Likovca, që ashtu? Po. Me cilën datë të kanë marrë? Mu më kanë marrë me 22 gusht, 98-ës. 98. Edhe du shtarë. Ashtë? Ta thonë, shtarë, kime dhonë intervenist, është urë një shtabit, unë e kum shku, s'kum kundrështu. Me gjithë se kum pas mundësi, kum pas njerëz që mësë më mujtë më marrën. Edhe ju më shku në Likovës, ata më kanë marrë në pyetje. A u këtë që atë detan shte vërtet se u konë shtabi Diegun kur je shku? Shtabi u konë Diegun me 4 gusht, ose 5. E ka Diegu ushtria e Serbisë, shtabin edhe qendrën aty zejtore, edhe fshatin e Likovcit, edhe një pjesë të Rezallës. Ka qenë Diegne. Edhe ju në tërhik tani ata. E shtabi tani u konë veç kulmin e ka pas, e kanë riparu që këja mas ju në hik ushtria sërbe. E kanë riparu, kulmin ja kanë qitë. Nuk kanë mujtë me reguluar të që shukon. Sa i ka qenë stacion policisë në Jugoslavi. Mirë, tash të morën në pyetje, fillun me të morën në pyetje. Ma morën në pyetje edhe unë ju të regoha që unë jam i ndjekun. Unë jam i për ndjekun, nuk jam shpion. Po kush më ka shpion, unë merë në ata. Edhe... Ta qëtën në dëshmitar ty? A mu ma qëtën në dëshmitar në Ismet Demiqen. Edhe Ismet Demiqen më tha, të rego marrë, më tha se unë e kum të regu. Thash, unë zdi shka me të regu, se unë si më konë shpion. Shpioni e konë ti. Ti ke punu me Udbe, ke bashkëpunu me Sekol Demonkun, me Lutfia Jazin, edhe me Serb ke bashkëpunu, edhe tim ke thonë hajde në Partinë Socialiste. E unë për të veti ty, shkat këmë thonë, kur më ke thonë hajde në Partinë Socialiste. E lajnë prezez të të në heca të që kështë. Tha unë, tim ke thonë, unë pejsudit, nuk du më më zgatë dërën, as du më morë shpi, as du më full në autobus, as du më full në treg. Më me ty nuk du më përshëndet. Se nuk e du Partinë Socialiste, as komuniste nuk e kom dartë. Edhe kur së më kanë darë i Partisë Komuniste. Edhe në atë moment ata e kanë kuptu. E kom folë një fjallë pe i mlefi, thashtë ti ke majtë edhe votat e Mileshevicit. Edhe në atë moment mu më kanë liru. Njëni prej këty në dëve që të ka morë ty në pytje, kur kena full bashkë, mas ka mirë. Më ke thonë që dul në vend tjetër, fulli me dikan edhe i kalëgjoj që i ke thonë, edhe tani tha Natal, shone këte pro? Edhe më liru në mos, po qashtu është, se a e njone që ke aty, u shku një zyre, me kanë ka bisedu nuk e di. U doll jashtë. U doll pe asaj salës ku ju në konë të bisedu. Edhe si u këthy, mu më ka marë, më ka qitë jashtë edhe më ka thonë shka bishpje. Ku masanej do ushtarë të shatit, më kanë të regu që i kanë thonë komandantit të brisë, qush mund është ti shpionin e Udbës me ban dëshmitar, kuna njerit që s'ka kur gjo. Edhe i këshin pas thonë që shto, që pse ti me ban këta anë, pse me mon shpionin e Udbës me ban dëshmitar. E ke poti në i herë në shtabë sa me Lushtoku na Suleman Selimi na Dekan? Nuk i kum pa. As nuk i kum gjoft. A të ka maltretu në kush për i tyne? Jo, absolutisht jo. Unë nuk i kum pa, nuk muj me rajt. Nuk muj me rajt. Kum bo një bised me Recep Selimin. A i ka bo me mu në qatë natë. Edhe i kum thonë Recepit, dil vet, vish vet bora, më zvet korva, edhe më zvet shpiona. Ashtë këtu të këshmosh plët shpiona të Udbës. Edhe Recep Selimi
as me gisht nuk ka prek. Veç thonë që çështje kam me qut te në fund. Edhe besoj që me urdhën tim kanë shu. A është asosh nuk e di. Veç ti beson që Rexha Veç ka... besoj që me urdhën se unë i kërkova me vërtetu çështën tem, me bisedu me njerëz që janë njerëz. Jo me njerëz që janë tut beset zagartë sa ka qëllë. Mirë, tani ti më ke thonë që e ke përjetu shumë ranë mësi e kojnë njekun me të morë ty në pytje, kur të kanë morë likasë. Po, a ke përjetu edhe maran, tani, spiko ma pak Rosin, ty jë ndollë në 2004-ën, 4 vjetë mas luftet kanë bo prit me të vra këto? Unë kum përjetu ato, që më kojnë njekun, më dojnë shpionazhat e veta, më milon shpionat. E kum përjetu barabar me vdekje. Se ka qenë, unë kum qeni për ndjekun, e më me ngjit atë të qia, edhe di kush mi ka bo. Po s'pa du me fol. Mirë po ata, ju kum betu aty në aty, që qita nuk kam mjau lan. Da është i vramni, da është më së më vrani, se kam mjau njek tek te në vërë. 2004 ma kanë qitë një prit, te guri, që është një guri, një bjeshkt i dalë në 3 fshatra, Abrin, Bajicën edhe të Sënikun. Në asfalt ma kanë zorë rrugën një kombi me një kerë. Mirë po, kur është një rrugë e drejt aty, unë i kum po që ma nëzun rrugën edhe ju më nalë një 40 metra, 50, edhe kum pas automatin në prehen, ju më kom me kerë vetën. Fatmirësisht që më kom vetën. Që më pas kom në familje, këshin mujtë më frigu. Edhe kur e kum nalë kerën, e kum qelë dritarën, edhe kum qitë automatin në dritare, ata e kanë po që unë pa du më mbrojt, e kum vendos më mbrojt. Edhe i kanë dhezë kerët, e kanë hi rrugë edhe të malit. Aty janë rrugë që hinë në malë që i bojnë njerëz drumpi i malit. Ma kanë shu rrugën. I falenderoj që ma kanë shu rrugën. Vës ti ke mujt me i vra? Kum mujt me i vra. Po s'kum dasht. Se aj që i ka shti nuk ish aty. Aj që i ullhecke për të këqia nuk ish aty. Mu më ka aran me vra njerin pse ka të rëthu dikush ose ka pagu për që ta nuk ja kum ngre kishtin. Edhe mas kësoj ti, a ke morë kontakt me këforin, a me kanë? Ke lypë ndim për tyne? Mas ti rasti, unë e kum lejmru këforin, jam i rezikun. Kam informat që janë zbulu në manë vetë, kush janë nuk e di. Para një viti ty të erdhen këto në Odë e Uleksi? Para një viti kanë ardhë 2 vetë edhe një përkëthys. Edhe ata janë, opa, Skolidi. Unë e qesa. Ajtë, Po? Ata apo na pranon banana thash po. Në shorë për të mirë, thash pju pranoj, në shorë për të keq, mës hini. Nuk isha i sigur kush janë. Po. Tash kanë mujt me qenë edhe grupet, në i grup. Tash gjumën në angleze, gjermane, pedin edhe njerëz tonë. Qashtë. Edhe unë dyshova që më sështë nëj, thash ma mirë mi u vro këtu jashtë se mi u vro mrena. Thash se unë e kom vendosë më mbrojt kryt tem. Musha. Jo, thona, jem pej ndarkomtarve, jem polis të Uleksit. Më kanë pyt për ndikos, ju kom të regu që më kanë marrë në pytje edhe më kanë liru. A të kanë thonë që pej qëtyne fjallëve tua mund më dënu dikush 30 vjetë, që ti ki drejt për avokat, që jena ty të morë në pytje. A të kanë siguru avokat? Nuk më kanë sësheru. Jo, nuk më kanë sësheru, jo. Veç më kanë thonë, kem dëshmitar që ti e konë i burgosën në likos. Jo, po më kanë thonë i kem 3 a 4. Thash ti në që se keni dëshmitar, vetë një dëshmitar, pse po më vetë mu? A vetë ja ta, bisedo me ta,
Edhe vërtetoj, mas që pas ke vërtetoj. Unë pa hamë që më kanë morë në pyetje edhe më kanë liru. Kështu ka qenë e vërteta. Veç, dë më thonë këta asë se kanë pos laf për avokate për diska? Ja, absolutisht jo. Absolutisht jo. Ja, s'kan bisedu për avokat. Ti the që ma kanë zonë pritën, mas lufte ka ndodhë, shumë vrasje, korrupcion, çka s'po ndodh në këtë vend. Sipas menimit tanë, ai shko ma mirë ndërkombëtarët, më marr çka ka ndodhur mas lufte, atë që po merren gjatë luftës, jo të ka marrë pyetje kë, jo të ka rrosh shuplo kë, jo të ka picku kë. Si mendon ti? Mendimi jem është lufta është luftë. Kriminali nuk ka ngjyrë. Dash Serb, dash Malazez, dash shqiptar, dash psikopati është psikopat. Në luftë ndodhin qijat. Nuk jam për me njek të luftës, se s'dijet as kush i ka bon. Në kërkur veç kush dënë me rranjë, se di kërkush, veç ai që ku aty. Ai që ku aty, dash me të rëthun ai shok vetin, e të rëthun. Ai që s'u ka, unë s'u ka. Unë muj me rranjët, po nuk vlen aja. Në që se dë bëhet gjyq kunder grupit Samil Ushtakut, Suleman Selimit e tjerve, ti ke çka me dëshmu në gjyq kunder tyne? Unë nuk dë dëshmoj. Ju mbetu në gjakun e vllavë që ma kanë rrë sërbt. Edhe babën e kom pas komandant ballit kombëtar, ka qenë bashkëluftar i Shaba Pëlluzhes. Nuk dëshmoj, edhe me dhonë më mëcu, nuk dëshmoj. E kom vendos për hatër gjakët derdhën, për hatër vllavët që është profesor, Dibramit. edhe për hatër ata di vllavët që ma kanë rashkit, nuk dëshmoj edhe në burg më mëcu e vlikësi. Ajde të merret me këto mas lufte. Faleminderit shumë Bacimar. Edhe s'kam shka me dëshmu, se unë nuk jam kushtar, nuk i di. Qështë, unë me shku me dëshmu, gjyqim vetë, a e konti aty. Unë muj me hongër burg për shpifje. Dhe të tëtë, fatkecia me molle këtu në njerëzve janë që ka bashkëpunëtor të udhbes mrana u që kësë edhe për i shpionoj shokët e vetë. Se ai që nuk u ka aty nuk mundet me të shpionu. Kjo është legjë njerëzore. Pse të kanë morë pyetje? Ata më kanë morë pyetje për rast temin, e kanë Për rast të fëmijëve. Po, ata kanë shfrytzuar tragjedinë e fëmijëve të mi, që i kena humbur, dhe tragjedinë e grus. Në këtë në orta e momenti që ma kanë vyt kushtin, më thonë, na ti kryna këtë punt, gjykaten, shërimin, ta vyshëm kushtet të mira në perëndim, veç banu bashkëpunëtori joni. Po çka me bashkëpunu me ta? Unë kur i kom kërku, çka me bashkëpunu, ata më kanë thonë me nënshkru një deklarat për me akuzu njerëz e UÇK-s që kanë qenë mblikovës. Unë ja kom lyp emnat, ata mi kanë kallzu, më kanë thonë Samil Ushtakun, Suleman Selimin, Said Jasharin, Sabit Gecin, Gjavit Nurën, Zen Prokshin, Jaher Demakun, ka pasë të dënë emnat, po tash nuk po më kujtohen. Kur e kom lexuat deklarat shqip për herë të fundit që ma kanë qitë me nënshku shqip, unë jem të merru me atë deklarat. Në cilin vit ka ndodhur kjo? 2011. 2011. Ato më kanë thirrë me gjithë gru për me bind gru në ma mush mendjen mu më bo bashkëpunëtori tyne. Atë kanë morë ty në pyetje vetën, a bashkë me Bashkë. Ja bashkë. Qa të thëshe? Tha na po këshyre me të ndihmu me të shëru. Thashe ku po doni më mëqu? Tha jashtë dikun perëndim. Thash unë kam familje. Tha familjen, tha të morëm ty pe ati venit, familjen ta bim një tjetër ven, edhe takujmë tha me ta. Thash unë s'pranoj atë kushte si pranon, po që i pranon kë, me mu s'jetën. Edhe më kanë morë, më kanë qu në shpe. Ti vazhdove me full me ta? Më kanë thirrë edhe për herë të fundit, e kanë marrë një seancë te BBC-a, janë kanë një 3-4 prokurorë, o kanë një gjyqtar sa e di unë. Edhe më kanë thonë si do je i detyruar me nënshkru deklaratën shqip.
ti e dishe që po të morën pyetje, apo mendojshe që është bisedë miqësore? Jo, për herë të fundit kur më kanë marrë pyetje kështu edhe një lloj si kërcënimi. Përkthyes ke pas gjithmonë? Përkthyes pos. Po kur të njëjtin përkthyes jo, po janë kod Shqipërisë. Lloj. Për kanë pyet kryesisht. Kur kanë po ata që nuk e pranojnë deklarat janë të rjek pak se ata kanë thonë a kemi informacione të bolta, po ti do të me kanë dëshmitari joni për me pranu, veç me nënshkru deklarata që ka të imna. Po kur kanë po që si pranojnë aty sen, edhe pak janë të rjekët. Atë kërcënimi mas gjorja më e rënë kanë në fund. Kur më kanë thirrë mas mbrapa, si më kanë kërcënu edhe me burg. Çfarë thoshë? Tha nëse nuk e nënshkruan deklaratën në shqip, do të burgos. Thash unë më kanë burg, hiç atë problem se kam pse shkoj në burg. Po me çun njerëz në burg, pa ditë në gjore nuk mëj. Edhe me dek, ma e mirë është deka, se me të një losë në këtë mënyrë. Unë e kom lyp drejtësi për rast temin. Ata e kanë shfrytzu tragedin tonë, mi akuzu njerëz të papajshëm. Këtë nderuar teleshikues ishte emisioni i redaksisë së emisionit Parrotlla, përgatitur për ju, edhe për Salustrën, edhe për prokurorin e Euleksit, dhe ne do rishikohemi përsëri të martën e ardhshme në emisionin Parrotlla. Faleminderit shumë gjithë shqiptarëve kudo që jeni që na përcjellni përmes valëve të radio televizionit Kosovës. Natën e mirë.